Një nga këmbanat e manastirit të Shëngjergjit në Sarandë, objekti shpallur monument kulture, është grabitur gjatë natës, duke u shkëputur me mjete prerëse dhe transportuar në rrethana ende të paqarta. Mungesa e këmbanës u konstatua nga kujdestari i manastirit David Dula, i cili thekson se ajo ka një vlerë të jashtëzakonshme historike dhe shpirtërore për këtë objekt kulti rreth 250 vjeçar. Sipas tij, këmbana e grabitur ishte dhuruar ndër vite nga mitropolia si shenjë mbështetje dhe kujdesi për këtë monument të rëndësishëm të besimit ortodoks. Ai u bën apel personave që kanë marrë këmbanën ta rikthejnë atë, duke cilësuar aktin si një cënim të rënd të trashëgimisë kulturore dhe një sulm ndaj besimit fetar. Që ishte grabitur një nga këmbanoret e... Unë jam kujdestar atje i manastirit, njëherë në muaj se 2 herë në javë vete atje, pa i pastrimin e mbyll, pasoj sera, kështu atje konstatova që një nga këmbana më ngonde. E raportova Metropolin Gjirokastër. Herë nga ta. Po në policinë, është bërë denoncim? Po, është bërë denoncim. Si vajta dhe policinë, policinë bën deklarime. Ka ardhur njëri atje në objekt? Këtu në objekt? Na policia herë atje më policia, është bërë denoncim me të gjitha. Ke ndonjë dyshim se kush mund ta ketë? Jo, nuk ka. Unë vajta 25 vjet që punoj atje. Nuk ka ndodhur ndonjë dyshim, është shumë gjë e abisme. Prandaj ata që kanë marrë ta kthejnë atë, është monument kulture dhe shpirtërore. Është monument me vlerë më shumë se sa monetar. U bëj thirrje ta kthejtë e vendit. Përndryshe, kisha nuk do ta fal. Po ktheu do ta fal. Si ka mundësi sipas teje të ndodhi kjo, sepse atje është lartësi e madhe. Atje është lartësi e madhe. Kanë përdorur vinç, kanë përdorur shkallë. Ta kanë përdorur shkallë, po ka përdorur se s'ka mundësi të mos me shkallë kjo. Gjatë natës sigurisht. Atje të natës, ditën tash do të puna, ditën nuk do. Është i rrethuar manastiri? Po mure i rrethuar, me derë, me portë. Ka portë, ëh? Me portë, mure me. Këto nuk ishin prishur, as porta hyrëse. Jo, kanë hyrë në mbrapa, në porta të që i jepet në mbrapa të. Jini në pritje për të rikthyer. Po ja kemi bërë thirrjen, po ta bëjmë një herë për së fundit të radio shqiptare, televizori shqiptar. Të kthehet me një herë. Ai është monument kulti. Një e para, e dyta, nuk është një vlerë monetare që unë atë bëj thirrje, janë tani ta blej vetë 10 lekë të vetë ta blej personalisht. Por ajo është shpirtërore një. Prandaj kjo sa do ta kthej, është i falur. Rasti është denoncuar në policinë e Sarandës, e cila ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Ngjarja ka ngritur shqetësim në komunitetin lokal, ndërsa pritet reagimi i institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Manastiri i Shëngjergjit është ndërtuar edhe shekullit të 18 dhe përbën një nga objektet më të rëndësishme të kultit ortodoks në zonën e Sarandës. Për më shumë se 2 shekuj, ai ka shërbyer si qendër shpirtërore për komunitetin vendas, duke ruajtur vlerat të veçanta historike, arkitekturore dhe fetare. Manastiri ndodhet në një kodër pranë aksit rrugor Sarandë-Ksamil, në afërsi të plazhit të manastirit.